dhe kanë provoku njerëzit ma emblematik, Ramush Haradinajn edhe Sola Jasharin, që është familja ma emblematike, unikate në rruzullin toksor, jo në Kosovë, po unikate. Aty e ka nonën, babën, gjyshen, krejt i ka të vramë, jo nonën, po familje, 28 antarë të familjes Jashari, 58 antarë të familjes Gjër Jashari, dhe gjendet një shqiptar, edhe i drejtohet Sola Jasharit. Sola Jasharit, e keni të rënd, edhe e keni haram, thët ajrin e Kosovës që për thethni. Po cili nga ne e ka halal pasaj, nëse nuk e ka familja Jashari halal. Po kjo vërtet, kjo është te i kalim i gjithë shkaje. Kjo vërtet është mjerimi ku vetëm serbët kanë dash na shohin në këtë gjendje. Dhe ja ku jemi sot. Nuk jemi në gjendje ta zgjedhim një president. Qohet Biogardin moshën e shtyer dhe vjen Kosovë dhe nuk e pret Albin Kurti. Po kush ka Biogardi është njeriu më shumti që ka bërë për që i pari që ka nisë çështjen nga lobingu shqiptar që është bërë në Amerikë, dhe ne vjen me zojen të ditë në gjendje të rënd për të na thonë zgjedhni një kryetar. Ne nuk jemi në gjendje ta zgjedhim, sepse duam ta zgjedhim. Nuk duam sepse duam ta shkatërrojmë Republikën. Profesor, edhe nëse nuk ndalet me këtë dosje, ky zotriu, Kosova do të jetë e shkatërruar. Po tjetër çfarë ka ndosje për sa herë edhe ku përmendet Albin Kurti tjetër? Sepse në mos gaboj flitej edhe për qëndrimin e tij për Thaçin, për në mos gaboj Krasniqin, për një raport më ndryshe me një prej komandantëve të tjerë, pra për largimin e tij pasi dilte nga burgu në Norvegji e tjera. Atë dosjen unë nuk arrita. Unë mendova si përfaqësisht në shpejtësi isha duke lexuar kur se më interesonte, po i ka të faqe dosja, vetëm disa pjesë që më duken më interesant, edhe që dikush i kishte selektu, ato u mundova t'i lexoj, dhe aty poshtë që dosja implikon keq kryeministrin. Dosja implikon keq kryeministrin. Po, në mos gaboj aty që thjesht sipas dosjes tentativa që ishte bërë, jo që ishte rekrutuar, apo gaboj? Po, aty në dosje po thet është tentuar të rekrutohet edhe dëshirohet që kjo gjëja të ndodhë në periudha tjera, por kjo nuk ka të bëj me periudhat e hershme, nuk ka të bëj me këto vitet e fundit, ka të bëj me periudhën kur zoti Kurti ka qenë bërë. Edhe kjo puna e këtij lepthirit, edhe kësaj punës së homoseksualizmit brenda burgut. Kjo nuk është temë e re. Ky temë e dim moti me atë serbin që ka ndodhur. Po mos është në kështu, domethënë për ta diskredituar figurën e Kurtit, mos është qëllimi ky. Pra sepse a ka një vërtetësi që këto me të vërtet janë dokumenta të bija serbe, pra autenticiteti i tyre? Ja, dokumente ka, dokumente sot të bija serbe. Unë mendoj që shumica e këtyre dokumenteve kanë burimin nga bija serbe. A ju mendoni që janë origjinale? Po janë origjinale. Dhe shiqoni, tani edhe këto veprimet më të reja që i thash edhe detune, kur diçka shkon keq në Kosovë kundër Kurtit, angazhohet t'i bëhet kundërshtar edhe Vučići. Në anën tjetër kur në Serbi diçka shkon, del në një farë mënyre kundër edhe Kurti për Vučićin. Këto krejt janë shenja të këqija. Dhe nuk duhet na të themi se shqiptar gjithmonë kanë pas Haxhi Qamila. Edhe unë mendoj që ne vërtet jemi në një rrezik të tradhtisë madhe, të asaj që e lexojmë në romanin e Ismail Kadares, edhe të ne ka shumë mundësi të na ndodh tradhtia madhe.
sepse kjo dosje është e përgatitur nga esh krye prokurori Derimi Sufaj. Edhe lufta e madhe është bërë që Derimi Sufaj në asnjë mënyrë mos jetë krye prokuror i Republikës Kosovës, sepse nëse gjyqësia leherë ka pas njeri më të përgatitur, njeri më të denj, njeri më patriot për Kosovën është Derimi Sufaj. Dhe Derimi Sufaj arriti, por për fat mirë kanë arritur vonë. Dosja është e përgatitur, dosjen e ka përgatitur njeriu më kompetent e zoti i Sufaj, edhe sot ja ku e kemi. Unë mendoj që kjo dosje ka shumë realitet mbrana. Shumë është reale, mund të ketë ndonjë improvizim, mund të ketë edhe diçka që nuk shkon, por shumica e kësaj dosje do të jetë e vërtet, edhe e shohim që vetëm nëse zoti Kurti e ka kap pjesën tjetër të gjyqësorit dhe mund të lirohet, sepse krejt lufta edhe Vjosa Osmanit, edhe zotit Kurti, për këto 5 vjetë gjarë sa pi bojnë me këtë pjesën ushtrues detyres, ka qenë që gjykatat të kapen, sepse ata e din ku janë të implikuar. Ndoshta asgjë s'është bërë me qëllim këto, nuk është bërë me qëllime të këqija, por themi ne në Kosovë nga del shpirti. Kemi qenë nxarë. Nëse ke qenë i burgosur në Serbi, ke pësuin ato dëmbet më të mëdha njerëzore. Unë e kam një mjektimin i cili ka pësuar një 4 vjetë burg. Dhe ajma mi ka tregu në gjarjet që i ka pas karrika elektrike, ujë me gjarprej, metodat më të rënda që bëhen ndaj burgosurve, edhe ne themi që ndoshta edhe shpirti është i amël, edhe njeriu mund të pranoj edhe bashkëpunimin. Profesor, po. Prandaj me një moment duket zoti Berisha i ka thënë zoti Kurti, del pranohet që ke pas zërt madh, edhe nuk është marrë. Ta falim, por mos vazhdo me tutje sepse po rrezikon shtetin. Sepse nëse një herë kërshit, nëse një herë ke pranu të jesh bashkëpunëtor, gjithmonë do të jesh i tillë. Që kjo është problemi më i madh. Unë po të kisha qenë i burgosur, nuk mund të garantoj që do të mund të qëndroja sulmit, por ose do të bëja vetvrasje, ose nuk do të pranoja sigurisht të jem bashkëpunëtor i Serbisë, por të gjithë njerëzit nuk janë të tillë. Ka plot të tillë që e kanë sakrifikuar veten, kanë psu, nuk kanë sot familje, janë në gjendje të vështirë se s'kan pranu bashkëpunimin, nuk kanë familje sepse i kanë trellë, si thojmë ne, në përburgjet serbe, edhe për atë arsye ata të njëjtit ose kanë vdek nga tortura, ose vazhdojnë të jetojnë ashtu të vetmuar edhe të smur, si që nga torturat e rënda, të cilat vërtet ka qenë e pamundur të durojnë të gjithë ata shqiptarë që kanë qenë të burgosur. Ndonjëri prej tyre ka qenë malabel edhe nuk e ka pranu presionin edhe ja ku jemi sot. Profesor, kam dhe diçka të fundit se folëm për dosjen për aspektin pra të AKI-s që zbuloi pavarësisht se ishte po AKI-ja që i dha një fond gati 600.000 euro si të fillim. Folëm për skenarin e tyre për ta islamizuar, pra islami politik, ndërtimi xhamive të tjera deri te